Në kulmin e sezonit turistik, Shëngjini ka hapur hapësirën edhe për letërsinë. Autor, poet, botues dhe lexues u bën bashkë në edicionin e dytë të panairit të librit, duke sjellë librin më pranë pushuesve dhe publikut. Me temën Letërsia përtej kufive. Ky edicion i kushtohet veçanërisht autorëve shqiptar që jetojnë dhe krijojnë jashtë vendit, duke vendosur në fokus lidhjen e tyre me gjuhën dhe letërsinë shqipe. Pjesë e panairit ishin gjithashtu shkrimtar dhe poet nga Lezhë, Kosova dhe qytete të ndryshme të Shqipërisë. Për Lezhën ka një peshë të veçantë sepse Lezhë, siç e kemi thënë dhe vazhdojmë ta themi, është quajtur qyteti i muzës. E gjithë plejada shkrimtarëve që vinë nga Lezhë ka bërë që libri të marrë kuptim, të lojë shenja të pashlyeshme në gjithë jetën kulturore artistike të këtij vendi. Për organizatorët, prania e librit në një prej zonave më të frekuentuara turistike të Lezhës është një mënyrë për ta pasuruar përvojën e vizitorëve, duke i dhënë sezonit veror një dimension përtej detit dhe argëtimit. Por krahas autorëve dhe veprave të tyre në fokus të diskutimeve, ishte edhe një tjetër sfidë, e ardhmja e librit në një kohë kur teknologjia dhe format e reja të komunikimit po ndryshojnë mënyrën se si njerëzit lexojnë dhe konsumojnë kulturën. Panairi i librit i verës në Lezhë do shndrohet në një traditë për gjithë pushuesit që vinë këtu. Unë përshëndes botuesit, përshëndes autorët që kanë nderuar panairin e dytë Lezhës në një periudhë jo të kollajt për të lëvizur për shkak të trafikut. Përshëndes edhe pushues që janë këtu. Sigurisht që libri vazhdon të jetojë ditë të këqija, ta themi të vërtetën, por libri do mbijetojë sepse nuk mund të vdes, nuk di të vdes, as mund të vdes, sepse libri dhe leximi përfaqësojnë sot sfidën më të madhe, mendoj unë, të ekzistencës tonë si kombë. Treva e Lezhës sigurisht ka një raport pak special me librin, me letërsinë. Pa histori gjatë, po vetëm në përpiketa, po ta fillojmë historinë e letërsisë shqipe, do të shkojnë të Frank Bardhi, do të kalojnë të Fishta tjerë, të shkolla poetike e Lezhës që është në lidhje në kohë, e deri te klubi i letrave i cili ka një produksion letrar të lakmueshëm në letërsinë bashkëkohëse shqipe. Panairi u shoqërua me prezantime dhe diskutime mbi letërsinë, autorët dhe raportin e lexuesit me librin, duke synuar krijimin e një hapësire ku publiku mund të takohet drejt për drejt me krijuesit. I organizuar nga Bashkia Lezhë në bashkëpunim me klubin e letrave Ndoc Gjeta, aktiviteti synon të kthehet në një traditë të përvitshme në Shëngjin.